إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarët nderuar, sapo e përfunduam muajin e bekuar të Ramazanit. Sapo i drejtuam veprat tona të kryera përgjatë këtij muaji në drejtim të Allahut Madhërisëm, me shpresë që ato të jenë të pranuara. Sapo e përjetuam edhe gëzimin, festën me të cilën kurorëzohet ky muaj që është festa e Bajramit. Përjetime nga më të ndryshmet. Në njërin anë të gëzuar dhe të lumtur për kryerjen e obligimeve tona karshi Allahut, në anën tjetër të mërzitur për largimin e këtij muaji, por çdo herë duke shpresuar se Allahu do të na mundsojë përjetimin edhe të shumë Ramazaneve e bajrameve tjera, në mënyrë që të arrijmë pe shpërblimeve më të mëdha, të cilat Zoti i ka përgatitur për besimtarët e tij. Çfarë duhet bëjmë pas përfundimit të obligimeve tona karshi Allahut, pas adhurimeve tona, e në veçanti pas përfundimit të këtij sezoni madhështor të adhurimeve nga më të ndryshmet karshi Allahut të Madhërisëm. Pas përfundimit të çdo vepre të mirë, të çdo adhurimi dhe të çdo sezoni adhurues, duhet i bëjmë 3 gjëra kryesore. E para, duhet ta falenderojmë Allahun për mirësinë e dhënë, për mundësinë që na dha, na përzgjodhi që ne të jemi prej atyre të cilët do ta adhurojnë Allahun ashtu siç ai kërkon. Jo ashtu siç ne mendojmë apo duam, por ashtu siç Allahu urdhëron. Prandaj përgjatë një muaji u munduam që në mënyrë të përpikt të përmbahemi të gjitha parimeve të përcaktuara nga ana e Zotit. Edhe në raport me agjërimin, edhe në raport me namazin, zekatin, sadakatul fitrin, iftaret e përbashkëta e shumë ibadete tjera. Ku përmes kësaj lloj-llojshmërie ibadetesh, ne ja manifestuam Allahut me aq sa pa të mundësi dashurinë që e kemi për të, besimin e fuqishëm që ne e kemi në të. Për këtë arsye pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Afdalu du'a alhamdulillah." Duaja, lutja më e mirë është të thuash elhamdulillah, ta falenderosh Allahun për gjitha mirësitë, ta lavdërosh atë, sepse askush përpos tij nuk e meriton lavdërimin dhe falenderimin absolut. Për këtë arsye, Allahu i Madhërisëm e ka filluar Kur'anin me shprehjen elhamdulillahi rabbil alamin. Në surën Al-Fatiha, në parathënien kuranore, lavdi dhe falenderimi i takojnë Allahut Zotit të botëve, sepse falenderimi përfshin çdo gjë. Ai që është mirënjohës ndaj Allahut Madhërisëm e ka të pamundur që të mos i kryejë obligimet karshi tij. Ai që realisht është falendërues ndaj Allahut plotfuqishëm për mirësitë e tij,
ai nuk mund të qëndroj i heshtur, neglizhent në raport me përgjegjësitë që i ka karshi tij. Dhe për këtë arsye pejgamberi Allahu gjithashtu thot: "Elhamdulillah tamla'ul mizan", shprehja elhamdulillah me çdo gjë që ngërthen vetvete e përmbush mizanin apo peshorën e veprave tona në ditë gjykimit. Çfarë do lëshimi, çfarë do gabimi që mund të kemi, që nuk i përmbushin veprat tona. Kur vije shprehja elhamdulillah e peshon peshorën e veprave tona, se ka vlerë të madhe, ka peshë të madhe, normalisht nëse ajo thuhet sinqerisht për Allahun e Madhërisëm. Dhe për këtë arsye Allahu në përfundimin e agjërimit, përmes ajeteve të agjërimit, çfarë thot? "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Pra, për ti përfunduar ju që i keni përgjegjësitë për gjatë periudhës së caktuar të Ramazanit, walitukabbiru Allah, dhe për ta madhruar Allahun me tekbire, siç kemi bërë për gjatë Bajramit, ala ma hadakum, për atë që Allah ju udhëzoi juve, nga se mirësia më e madhe është udhëzimi që Zoti na ka dhënë. Wa la'allakum tashkurun, në mënyrë që të jeni falënderues ndaj Allahut. Çështja e dytë që duhet ta bëjmë është istighfari, kërkim falja. Sa do të përkushtuam që të jemi, sa do që të mundohemi të përmbushim përgjegjësitë tona karshi Allahut përmes kryerjes së adhurimeve tona obligative në adresë të tij. E kemi të pamundur që t'u japim hakun ashtu siç duhet. Prandaj pas çdo adhurimi pason istighfari. Pas namazit, çfarë është sunet thuhet? Në momentin që japim selam, është sunet thuhet astaghfirullah, 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 pastaj Allahumma antas salam wa minkas salam, tebarakte ya dhal jalali wal ikram. Pse themi astaghfirullah pas kryerjes së namazit? A kemi bërë keq diçka? Jo, ku kam më mirë se sa më u fal. Po për shkak lëshimeve brenda namazit. Sa është e pamundur me ia dhënë hakun namazit ashtu siç realisht duhet dhe siç e meriton komunikimi ynë me Allahun e Madhërisëm përgjatë kryerjes së namazit. E istighfari pas namazit i plotson lëshimet tona. Istighfari pas Ramazanit i plotson lëshimet tona. Istighfari pas haxhit i plotson lëshimet tona. Prandaj Allahu në Kur'an për haxhilera çfarë thot? Thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah. Pastaj shkoni në drejtim të njerëzve, atje ku shkojnë njerëzit, pra kur shpërndahen turmat e njerëzve, wastaghfirullah, edhe kërkoni falje tek Allahu për lëshimet eventuale që ju i bëni gjatë haxhit. Pra çdo ibadet e ka hakun e vet. Por në pamundësi për t'ia dhënë hakun plotësisht ibadetit, pason istighfari si përmbushje e mangësive tona. Dhe e treta është duaja që Allahut na pranoj ibadetet tona që i kemi kryer përgjatë muajit Ramazanit dhe çdo ibadet tjetër edhe pas Ramazanit. Pra, ta lutim Allahun që ibadetet tona të jenë të pranuara. Sahabët aq shumë i kanë dhënë rasti kësaj çështje, sa që 6 muaj janë lut paraprakisht që Allahu më u mundsua atyre me arrit Ramazanin, e 6 muaj tjera, përfshirë këtu edhe muajin e Ramazanit, janë lut që me u pranu ibadetet e Ramazanit. E disa të tjerë kanë thonë, sikur ta dinim se kujt i është pranu Ramazani me gjitha ibadetet e veta, e ta përgëzojmë atë. Ti themi lum për ty, përgëzim për ty që të është pranu vepra. E sikur ta dinim njeriu apo personin që nuk i është pranu Ramazani, e ta qortonim atë. Ti themi se ti je i mjeruar. Mirë për ty që nuk të është pranu Ramazani, sepse Allahu pranon vetëm nga të devotshmët. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu pranon vetëm nga të devotshmët. Nëse na janë pranu veprat, kjo do të thotë që jemi prej të devotshmëve. E realisht Ramazani ka ardhur pikërisht për këtë çështje. Ramazani është akademi shpirtërore, mendore e trupore, që pas një trajtimi një mujor duhet të certifikohemi. E certifikata e Ramazanit kush është? Devotshmëria. Prandaj Allahu kur flet për agjërimin në Ramazan çfarë thotë? Unë kam bërë obligim juve agjërimin dhe popujve para jush, për çfarë arsye? La'allakum tattaqun, që të jeni të devotshëm. Pra që të certifikoni me devotshmëri. E Ramazani nuk lëshon certifikat letre, po certifikat shpirti. Prandaj pas Ramazanit çfarë duhet kemi parasysh ne? Përpos këtyre gjanave që i përmenda, falënderimi, kërkim falja, istighfari për lëshimet eventuale, edhe duaja për me u pranu ibadetet tona, duhet ta kemi parasysh një gjë.
Nëse dëshirojmë me vazhdu me të njëjtin intensitet, nëse dëshirojmë me i rujt këto ambiente të këndshme të devotshmërisë që i kemi kriju në familjet tona, në xhamitë tona për gjatë muajit Ramazanit, nëse dëshirojmë me rujt këtë freski që e kemi përfituar për gjatë muajit Ramazanit, duhet ta kemi parasysh se e gjithë kjo ka qenë përzgjedhje hyjnore. Nëse arrim me kuptu që Allahu e ka përzgjedh që na me qenë besimtar ti, Allahu e ka përzgjedh që na me qenë kryes të ibadeteve karshi ti, përmbushës të përgjithësive tona karshi Allahut Madhërisëm. Nuk ka ndjesi më të madhe se sa kjo. Nëse dëshiron që ambicjet tua me vazhdu me qenë të nivelit që janë Ramazan, çdo herë përkujtoje përzgjedhjen hyjnore ndaj teje. Allahu të ka përzgjedh nga miliarda njerëz. Për gjithë historisë njerëzimit, Allahu ka përzgjedh që ti, unë dhe disa të tjerë, e shumë musliman me qenë prej atyre të cilët e besojnë Allahun fillimisht, pastaj mundohen Allahut me ia dëshmu këtë besim. Mundohen me i kry përgjegjësitë karshi Allahut Madhërisëm. Sado të vështira që duken këto përgjegjësi, për neve bën të lehta kur e dim se kuj ja manifestojmë. E sidomos kur e dim që ai nuk na ngarkon me diçka që është e pamundur për ta përballuar. Kur e dim që ai ka përgatitur shpërblime madhore për ata që i kryen obligimet karshi Allahut Madhërisëm. Kur e dim që Allahu ka përgatitur xhenet për neve, takim me atë subhanahu wa taala, ku ka madhështi dhe mirësi më të madhe se sa kjo. Prandaj, ajo çfarë Zoti kërkon në krahasim me atë që na premton, është pakrahasimisht më e vogël. Allahu po kërkon diçka shumë simbolike, ndërkaq po jep diçka jashtëzakonisht madhe. Prandaj kemi çdo herë motiv edhe shpresë për me i kryer obligimet tona karshi Allahut Madhërisëm, edhe për me prit shpërblimin madhor që Allahu ka përgatitur për robërit e tij. Pra e para, përzgjedhja hyjnore. Çdo herë ki parasysh, Allahu të ka zgjedh. Allahu të ka zgjedh ty, dhe kjo është mirësi shumë e madhe. Nuk ka pasuri dhe vlerë më të madhe se sa ta kuptosh se Allahu të ka përzgjedh ty, ti je besimtari i tij, ti je rob i tij, praktikuesi fesë së tij, pasuesi pejgamberit të tij, kryesi përgjegjësive karshi tij. Nuk ka vlerë më të madhe se sa kjo. Vetëm kujtoj njerëzit që janë jo besimtarë se si jetojnë ata. Jetojnë jetë sikur se kafshët, apo më të ulët se sa kafshët. Ndërkaq ti je i përzgjedhur i Zotit. Ti ke vetdijet ngritur. Dhe Ramazani vije për ta ngritur vetdijen tonë gjatë vitit. Tani vetdijen e kemi të ngritur jashtëmase. Pra në kulm. Ta ruajmë këtë vetdije përmes përkujtimit të përzgjedhjes hyjnore. Pastaj përmes asaj se besimtari nuk mund të jetë sezonal. Mos haro. Besimtari është besimtar për gjithmonë. Nëse ka shku Ramazani, ka mbet Kurani. Nëse ka shku Ramazani, ka mbet namazi, ka mbet agjerimi, ka mbet sadakaja, ka mbet Islami. Pra, musliman sezonal nuk pranohet në Islam. Pa dyshim se e ka vlerën e vet, ata që mundohen vetëm në Ramazan është më mirë se sa ata që nuk mundohen fare. Por, a janë të lavdëruar tek Allahu sikur se ata që janë për herë musliman nuk janë të lavdëruar. Prandaj kur i kanë thënë Imam Ahmedit për disa njerëz cilët në Ramazan po mundohen shumë, e pas Ramazanit po i braktisin ato që po i veprojnë në Ramazan. Çfarë ka thënë? Bi'sal qaum alladhina ya'rifuna Allah fi Ramadan. Thotë mirë për atë popull. Është shumë i keq ai popull që e njeh Zotin vetëm në Ramazan. E jashtë Ramazanit nuk e njeh Allahun. Ramazani ka ardhur me na frenu. Ramazani ka ardhur me na bë devotshëm, me na pengu prej asaj që e cenon raportin tonë me Allahun. Dhe këto shumë mirë e kuptojmë në Ramazan. Prandaj jemi në gjendje ne i braktis gjitha ato që Allahu i ka leju. Ne mos flasim ato që i ka ndalu. Për shembull, ne e privojmë veten nga ushqyerja, nga pirja, nga marrëdhëniet intime, që të gjitha këto janë legjitime, janë halal. Por këtë e bëjmë për hir të Allahut Madhërisëm sepse kësaj edukohet shpirti. E si është fjala me i braktis haramet? Nuk bëhet fjalë që në Ramazan braktisen. Për këtë arsye Ramazani kur kalon nuk bën më u kthy veseve të liga. Nuk bën më u kthy haramave. Nuk bën tash më thonë që përgjithësia ime ka qenë në Ramazan, e tash pas Ramazanit bën me lshu pak. Jo, nuk bën me lshu hiç. Do të më mbajt. Ramazani ka ardhur për më na bë me mbajt, jo për me lshu. Nëse vrejmë ndryshim pozitiv, sepse gjallëria e zemrave dhe ndryshimi i gjendjeve që përfitohet në Ramazan duhet me urujt me fanatizëm pas Ramazanit. Nuk bën me lshu. Do të me mbajt. Dhe besimtarët e sinqert vrejnë ndryshim pozitiv pas Ramazanit. E vrejnë që janë ndryshe për asaj që kanë qenë para Ramazanit.
Madje ulemaja thojnë, nëse dëshiron me e ditë ata ka pranuar Allahu Ramazanin, shi veten a je më ndryshe. Nëse je më ndryshe në kuptimin pozitiv, ke mbajt prej gjanave që i ke praktikuar në Ramazan, nuk je rikthyn gjendjen e më parshme para Ramazanit, vetëm se ta ka pranuar Allahu i Madhërisht. E nëse i rikthehesh gjendjes së më parshme, nuk e kur fa ndryshimi pozitiv, je i njëjti, atëherë shenjë që nuk të është pranuar tek Allahu i plotfuqishëm. Megjithse, kjo çështje i përket Allahut, por përgjithsisht ajo çfarë flasin ulemaja flasin me dritën e dijes së pastër. Lutim Allahun e Madhërisht me na i pranu të gjitha veprat që i kemi bërë për hir të tij. Normalisht sinqeriteti është proces, nuk është moment. Duhet një jetë për me kultivu sinqeritet, duhet një jetë për me arrit devotshmërinë e kërkuar, duhet një jetë për me sakrifikuar me dëshmu Allahut se ne me të vërtet e synojmë kënaqësinë e tij. Por ai që mundohet, ai që përpiqet, Allahu ka mja bot mundën një gjë të tillë, edhe ka mja hapë rrugët për nga nuk e pret për mju afru Zotit. Allahu ka garantuar Kur'an, ka thënë walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët përpiqen drejt nesh, pra përpiqen me fitu kënaqësinë e Allahut, përpiqen me kryer obligimet ka shi Allahut, përpiqen me qenë sa më të sinqert me Allahun, përpiqen pastaj mi përmbush edhe përgjegjësitë që i kanë edhe karshi njerëzve që është gjithashtu pjesë përbërëse e obligimeve që i kemi edhe karshi Allahut. Allah thotë lenahdiyannahum subulana, ne i hapim rrugë të udhëzimit atij të ndryshme, jo vetëm një rrugë, por përmes shumë rrugëve Allahu na bën të mundur që ne të arrijmë kënaqësinë e tij dhe të udhëzohemi ashtu siç ai kërkon për ne. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.